pastaj shfaqet dita e Kiametit. Momentin që vjen dita e Kiametit, do thonë njeriu do të jetë ky që është sot, kjo është shumë e rëndësishme. I njëjti? Absolutisht. Pra nuk është ringjallje shpirtërore. Jo më është ringjallje me trupin që e kemi ne dhe me shpirtin që kemi ne. Vetëm se parametrat do të jenë parametra përballues të mrekullive dhe madhështive dhe le të themi dritës dhe forcës që ka bota tjetër. Siç e tha profeti alayhis salam, do të jemi sa Ademi alayhis salam, u basaru hadid, shikimi i njeriu do të jetë i hekurt, pa do të rezistoj edhe dritës Zotit, pa do të ketë mundësi të shohë Zotin. Pra vetë ringjallja dhe dalja nga dheu dhe ardhja e shpirtit dhe përballje me gjithë njerëzimin, shikimi i gjithë profetëve, Ademit alayhis salam, Nuhut alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam, gjithë pejgamberëve të Zotit, siç e thot pejgamberi sa kanë ardhur në botë 114.000 profet, nga këta 316 kanë qenë rusul. Pra ne do t'i shohim gjithë ta, ne do të shohim aty rezervuarët e profetëve, ne do të shohim aty peshoren, ne gjitha këto gjëra që ne i kemi besuar si gajb në këtë botë do të jenë aty reale. Do të llogaritë vetëm një moment për shembull të shohim peshorja. Një pjatancë e peshorës, në të mund vendoset gjithë qiejtë dhe toka. Ndërkohë që kjo do të peshojë edhe gramin më të vogël, edhe atomin më të vogël, madje edhe përbërësit e atomit do t'i peshojë. A nuk është ky? Për këtë arsye kemi disa momente ditën e Kiametit, siç është Sirati, siç është peshorja, siç është momenti i ringjalljes, që me lajket s'kanë hesap, s'kanë llogari, nuk kanë asnjë lloj problematike, janë programuar vetëm për ta adhuruar Zotin, s'din gjë tjetër të bëjnë, vetëm sa adhurimin e Zotit. Do të kemi disa momente të Kiametit, siç tregon Selman el-Farisiu, që me lajket thonë Subhanaka ma abednaka haqqa ibadati, kur vendoset ura e Siratit, kur vendoset peshorja dhe kur shpërndahen librat. Me lajket thonë o Zot, nuk të kemi dhënë hakun. Pse? Sepse është një përjetim, është një lloj gjëje që edhe me lajket nuk e kanë parë, e jo më njeriu që është shumë i vogël në gjitha kuptimet e krahasimit tim me lajket e Zotit. Kështu që dita e Kiametit është e mbushur me fakte të tilla. Momenti që kafshët do të kthehen në dhe dhe do të bëhet gjyqje dhe drejtësia mes kafshëve, para se me fillu me njerëzit. Momenti që do shkojmë tek profeti alayhis salam për të pirë nga uji i Kautherit ose nga uji i Haudit. Momentin që njerëzit do të presin 50.000 vjet pa ditë se çfarë do të bëhet. Momenti që njerëzit, domethënë, do të fillojnë të t'ju shpërndahen librat e jetës, domethënë çfarë kemi bërë ne në jetën tonë. Momentin që njerëzit do të vjen peshore, ata vetë, veprat e tyre, imani i tyre, besimi i tyre, librat e tyre kështu me radhë. Momentin që njerëzit do të kalojnë ujin e Siratit dhe poshtë tyre është xhehenemi. Momenti që xhehenemi do të vërsulet njerëzimit, siç thot profeti alayhis salam. Domethënë gjëra që me të vërtetë njeriu e bëjnë të kuptojë se çfarë ka humbur. Njeriu e bëjnë që siç thot Zoti, jo me uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma ar-rasuli sabila. Atë ditë sullumqari, i padrejti, mohuesi, ai që është tallë me fen dhe me besimin apo me besimtarët, do të kafshoj gishtat e vet. Domethënë nuk është kafshim simbolik as metaforik. Jo, e ke parasysh si njeriu në këtë botë kur është keq, han gishtat edhe ai nga jedu thubura, u shkatrofsha, vdeksha, nuk bëjnë dobi më në fjalë. Domethënë janë momente që njeriu kupton sa ka qenë ai ma farratu fi xhambillah, sa neglizhent ka qenë në atë që i takonte Zotit prej tij, kupton se çfarë ka humb. Kupton se Zoti i Madh nuk ka pas nevojë për asgjë nga ato që ka bërë ky njeri, sepse ai është Zot. Edhe po sa adhurojmë ne, edhe po sa adhuroj askush, edhe po adhurojmë të gjithë, ai prapë është Zot.